kurdo që t'jem këtu dhe për i kallëzim tjetër, që është kallëzimi për 21 janarin. Zoti Balla, pati një debat në sallën. Po, ju e dini fare mirë që prej 21 marsit 2011, kur kam depozituar kallëzimin e parë, edhe më pas edhe familjarët e të vrarëve të 21 janarit, dhe kujtoj këtu familjen Nika, ka i vendim gjykatës lartë, ka i vendim gjykatës Strasburgut, ka një regjistrim procedimi penal nga ana e prokurisë posaçme për 21 janarin. Shpresoj shumë që edhe kjo çështje më jepet mundësia si dëshmitar, sepse kam qenë në protestën e 21 janarit, t'jem edhe për këtë çështje Zoti Balla, të ndalemi pak te Partizani. Pati një debat mes jush dhe të pandehurve lidhur me cilësinë që ju keni bërë kallëzimin. E keni bërë si një qytetar apo si grupit parlamentar socialiste? E sqaruam këtë. Në kallëzimin tuaj, si siguruat, sepse kjo ishte një pyetje e zotit Maltezi, si siguruat ju të dhënat, sepse ai pretendoi që ju keni cënuar në një farë mënyre edhe jetën e tij personale, duke siguruar të dhënat të cilat nuk mund t'i sigurojë çdo qytetar shqiptar. Unë nuk do bëj asnjë citim të çështjeve që kam thënë në gjykat, duke menduar që gjithçka vlen është aty në atë sallë. Pjesa tjetër pastaj është konsum publik, dhe ndërkohë besoj shumë dhe e thash dhe në fillim, besoj shumë që kjo çështje do të marrë vendimin e duhur nga gjykata. Zoti Balla, një pyetje, kallëzimi juaj për herë të parë do të sjellë në një sallë gjyqi dhe kryeministrin Edi Rama. Mendoni se do ta përballojë ai një pyetje përgjigje me dëshmitarët apo me gjykatën? A do paraqitet njëherë Zoti Balla, se pastaj e përballon apo jo ta shohim seancë? Shpërgjegjësi individuale, pjesa e paraqitjes. Po sikur Zoti Rama, Zoti Balla të deklarojë që e keni konsultuar me to për ta bërë këtë kallëzim. Shko, e para është që unë për kallëzimet që kam bërë janë përgjegjësia ime individuale dhe mbaj përgjegjësi për ato, e thash dhe para gjykatës. Zoti Balla, ja marr për Maltezit se do përgjigjeni para medias për pyetjen e tij, nëse jeni apo jo i kënaqur për Partizanin nga SPAK. Jo, ishte pyetja tjetër Anila. Pyetja ishte zotëria tha keni deklaruar në Kuvendin e Shqipërisë që nuk na tret dheu. Pa parë zotin Berisha. Pa parë Atëherë edhe ta thash për tretin e dheut, ta dhash përgjigjen për çështjen që lidhen me ngjarjet e 21 janarit. Po për hetimet e SPAK? Se nuk i me vrap asnjë. Po për hetimet e SPAK? Nëse jeni apo jo i kënaqur? Ne nuk ndikojmë kurrë në veprimtarinë e prokurisë posaçme. Po. A jeni ju pyetja që ju bën nga dëshmitari, nga i pandehuri? Gjithmonë e them që nuk u lejuan nga gjykata. A jeni ju i kënaqur me çka bën SPAK për çështjen Partizani? Tani çështja mos gaboj se ju jeni memoria institucionale më e mirë dhe pa konkurrueshme. Çështja është regjistruar diku në vjeshtën e vitit 2024, mos gaboj, nga vendimi i gjykatës lartë. Ka kaluar një vit e gjys, koha ka qenë mjaftueshme dhe shpresoj shumë që dhe koha në dispozicion. Flas për vërtet, flas për 21 janarin. Jo, po flasim për Partizanin. Pyetja e pandehurit ishte kjo. Jo, po ishin çështje ishte. Zoti Balla, e qartë kënaqur për hetimet ndaj Partizanit. Pandehuri Maltezi. Hetimet për Partizanin jam i kënaqur. Fakti që nga kërkesa ime për shpërdorim detyre shkuar në korrupsion, jam shumë i kënaqur. Po për Belinda Ballukun, jeni i kënaqur që nuk u arrestuan? Kur të më thirrin për këtë çështje, t'ja përgjigj edhe për këtë çështje. A do ta, nëse do të ketë kërkesë të re nga ana e SPAK, Zoti Balla për leje për të arrestuar zonin Balluku, a do të firmosin prov kësaj kërkese socialiste? Mbajeni këtu kjo pikë sot se është më e rëndësishme. Keni dhe kolegët që mbarën në SPAK. Keni komente, keni SPAK. Gjithë punë të mbarë ndjes se u mbajtëm sot. Dëshmi të mbarë dhe ju. Dëshmi të mbara dhe punë të mbarë dhe juve. Kështu është larguar zoti Balla nga komunikime me gazetarët, pasi për rreth 4 ora i ka dëshmuar në gjykatën speciale ku ishte seanca e çështjes Partizanit, njohur tashmë si dosja Partizani, është thirrur pikërisht nga të akuzuarit pra në këtë çështje. Për të dëshmuar zoti Balla është pyetur gjatë gjithë kohës nga avokatët, por dhe nga zoti Maltezi që ka qenë i pranishëm në seancë për mënyrën se si ai ka arritur në djenin e fakteve që sipas tij përbënin motiv për ta denoncuar privatizimin e klubit Partizani në SPAK në atë kohë.
për të kuptuar nëse ishte një motiv politik ai që i kishte shtyrë zotin Balla si kryetari i grupit Partisë Socialiste dhe sekretari i përgjithshëm më herët i Partisë Socialiste në këtë kallëzim apo jo. Pres të lidhem tani me gazetarin ton Fation Gjinajn për më shumë hollësi në lidhje me këtë seancë të gjatë pyetjesh ku ka qenë dëshmitar zoti Balla. Kujtojmë se edhe kryeministri Edi Rama është thirrur nga mbrojtja për të dëshmuar dhe gjykata ka vendosur ta pranojë për atë rast edhe kryeministrin Edi Rama në lidhje me këtë çështje. Në atë kohë Rama ka qenë kryetar i Bashkisë së Tiranës. Nuk e di nëse e kam Fation, dëgjojmë. Po, Edvin, ju dëgjoj, ka përfunduar dëshmia e Taulant Ballës. Po. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, lidhur me dosjen Partizani, nëse mundet e regjia me kufjen. Ka zgjatur rreth 4 orë deklarata e Ballës, kreut grupit parlamentar të Partisë Socialiste si kallëzues për çështjen Partizani, i cili në fakt në disa prej përgjigjet e tij është treguar kontradiktor sa i takon pyetjeve që janë bërë nga mbrojtja, por edhe të pandehurit, përfshirë Jamar Maltezin. Ndërkohë që së fundmi, pak më herët bëm një raportim për deklarimet e Taulant Ballës, së fundmi është pyetur edhe për kohën e dhënies së lejes apo procedura që janë firmosur nga kryeministri i sotshëm, ish kryetari i Bashkisë Tiranës, Edi Rama, me të cilin tha se nuk ka patur komunikim për të përgatitur kallëzimin penal për dosjen Partizani. Balla pretendoi që në asnjë prej kallëzimeve të bëra në autoritetet e drejtësisë nuk është konsultuar me zotin Rama, e ka bërë personalisht në një deklaratë që pati për mediat. Ai ju përgjigj të njëjtës pyetje nga gazetarët në të njëjtën mënyrë që u përgjigj edhe në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkohë që shumicën e të dhënave sipas Ballës i ka marrë nga qytetar, duke shfrytzuar pozicionin e tij si deputet apo kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, duke shfrytzuar edhe kolegët të tij si në rastin e Alket Hysenit përmes zyrës studios së tij ligjore, por edhe përmes mediave, ku njëra prej tyre ishte ajo e shqiptarja.com, e botuesit Carlo Bolino, e cila u relatua nga Balla në gjykatë ditën e sotme. Seanca zgjati për më shumë se 3 orë, ndërkohë që do të vijojë në ditët në vijim procesi gjyqësor dhe thirrja e dëshmitarëve, ku në listën e tyre është edhe kryeministri Edi Rama. Sot, po? Po, Fation, jo, se kjo natyrisht ka qenë seancë gjatë me disa orë, jo e hapur për publikun. Unë natyrisht kam lexuar ato raportimet që ti bëje nga salla për pyetjet që i bëshin zotit Balla dhe përgjigjet. Cili ka qenë thelbi i mbrojtjes në pyetjet që ka bërë? Pra, për çfarë arsye është thirrur zoti Balla nga mbrojtja dhe çfarë ka dashur të nxjerrë mbrojtja në këtë seancë të gjatë? Sikur se ka pretenduar edhe përmes kallëzimeve penale, Jamar Maltezi se Taulant Balla është gënjeshtar dhe ka kallëzuar madje prej 8 vitesh, prej disa vitesh për kallëzim të rrem dhe ende procesi nuk ka marrë zgjidhje gjyqësore në Shqipëri, ku Strasburgu është shprehur se ka patur shkelje në pretendimet e Jamar Maltezit sa i takon mënyrës se si është gjykuar pretendimi i tij nga gjykata, dhe natyrisht kjo ka shkuar në favor të Taulant Ballës si kallëzues. Mbrojtja e zotit Maltezi ka pretenduar edhe sot në gjykatë se Taulant Balla gënjen për disa detaje të çështjes dhe të dosjes, përfshirë edhe provat e pretenduara. Pra asnjë prej datave, vendimeve apo numrave të vendimeve përkatës, Balla ishte i paqartë për të dhënë një përgjigje, duke thënë se në një pjesë të rasteve se këto përgjigje i keni në kallëzimin penal që ka depozituar në prokurorinë e posaçme. Fokusi i mbrojtjes u vendos tek roli i tij politik apo qytetar në bërjen e këtij kallëzimi, që ka ekspozoi edhe pa korrektësi, nëse mund të themi, ose qëndrimet dualiste të zotit Balla për të mos dalë në një vendim dhe qëndrim konkret lidhur me mënyrën se si është nxitur për t'ju drejtuar prokurorisë së posaçme për të bërë kallëzim penal. Ai refuzoi dhe nuk pranoi se ishte konsultuar me kryeministrin për ta bërë një kallëzim, por e kishte bërë individualisht, pavarësisht se kishte përdorur funksionet e tij dhe atributet që ka një deputet i Kuvendit të Shqipërisë, për më tepër me disa funksione pranë Kuvendit Partisë Socialiste
e tjerë me radhë. Destinacioni i firmosur nga Edi Rama, ndryshimi i tij për klubin shumë sport është Partizani, sipas mbrojtjes është një veprim që përderisa bën përgjegjës në tërësi të çështjes Berishën dhe Maltezin, pse nuk është përpara akuzës edhe Edi Rama. Taulant Balla tha dhe shmangu një përgjigje konkrete pse nuk e përfshin Edi Ramën, qoftë edhe në kallëzimin e tij, apo ishte në dieni të kësaj vendimarrje ku tha se nuk e dinte që Rama kishte firmosur, përveç faktit se sa herë ka patur zhvillime rreth kësaj çështje, nga ana e zotit Maltezi është denoncuar vazhdimisht fakti se Edi Rama ka firmosur jo një, por disa herë lidhur me procedurat e ndryshimit destinacionit, pas të cilave ju hap rrugë edhe procesit marrjes në posedim të pronës dhe investimit nga vetë pronarët në kryeqytet në pronën e disa familjeve, por që pjesët të cilave ishte trashëgimtar dhe Jamar Maltezi, që më pas privatizimit u fut në procedura lejesh dhe ndërtimi në këtë zonë. Ishin disa pika mbi të cilat u fokusua mbrojtja, së fundmi ajo pyet nga mbrojtja nëse toka e Begejave, një prej familjeve pronare, ju dha botuesit Carlo Bolino, a e keni paditur në SPAK edhe këtë të fundit? Balla deklaroi se nuk ka dieni, pavarësisht se bëhet fjalë për një çështje totalisht publike tashmë prej disa vitesh dhe zoti Maltezi ka denoncuar vazhdimisht faktin se personi në fjalë mori një pronë e cila ishte destinuar për të bërë shkollë dhe u bë televizion. Po, nëse në pyetjen e Ballës sot, pra thelbi ka qenë një kallëzim thjesht politik apo i bazuar në dokumente, fakte dhe shkresa, është interesante natyrisht dëshmia e Edi Ramës e kërkuar gjithashtu nga mbrojtja, që ka qenë kryetar bashkie në atë kohë, i cili ka firma dhe ndryshim destinacione, por edhe në dhënien e leve të ndërtimit. Kur do të jetë kjo dëshmi dhe çfarë pritet në atë dëshmi? Është mjaft interesante, sepse sot u nxorën disa elemente, nuk ishin thjesht pyetje ato që bën avokatët, por ishin pyetje përgjigjet të cilave mbaheshin shënim, dhe me shumë gjaz në seancën kur do të thirrët Edi Rama, nëse ai do të paraqitet, është i detyruar për të paraqitur në fakt, ndryshe shoqërohet forcërisht nëse refuzon vendimin e gjykatës, vetëm për të parë dhe për t'u dhënë përgjigje edhe një pyetje që në fakt ne i bëm zotit Balla, që nëse Rama pranon ndryshe nga ai që për t'i bërë kallëzim Sali Berishës dhe Jamar Maltezit është konsultuar me të, dhe nëse Rama do ta pranonte që është konsultuar me Ballën, cila do të ishte e vërteta e këtij rasti. Ndërkohë që Edvin, sepse jemi gjatë gjithkohës ka pasur zhvillime sot në prokurorinë, ka pasur zhvillime sot në gjykatën e posaçme, sinjalizohemi, por jo vetëm në gjykatë, edhe në prokurori është ministrja e arsimit, Mirela Kumbaro, që prej disa orësh ndodhet në SPAK, nuk dim nëse është duke dalë zoti Maltezi me mbrojtjen e tij, dhe natyrisht do të ketë edhe një qëndrim për mediat, por do shohim se ku do t'i vendos piketat e këtij komunikimi publik edhe zoti Maltezi, duke qenë se bëhet fjalë për një seancë të gjatë dhe një pyetje e cila ishte relativisht e gjatë e zotit Balla si kallëzues në këtë rast. Lidhur me pyetjen që ju bëhet për zotin Rama, pritet të ketë një qëndrim për herë të parë mbase zyrtar dhe publik mbi pretendimin kryesor të mbrojtjes së Sali Berishës dhe Jamar Maltezit lidhur me ndryshimin e destinacionit që është bërë nga kryetari i Bashkisë Kohës Edi Rama, dhe për të cilin SPAK dhe gjykata deri më sot nuk ishin nguruar as ta pyesnin qoftë si person në dieni, jo më ta pyesnin si person në nënhetim, duke qenë se firma e tij rezulton në akte zyrtare të ndryshimit të destinacionit që i hapi rrugë procesit më pas që vijoi. Është duke dalë zoti Maltezi me avokatët e tij. Natyrisht ne presim nëse do të ketë një prononcim të zotit Maltezi dhe avokatëve. Ndërkohë ministrja Kumbaro vazhdon të jetë brenda apo jo në SPAK. Okej, shkojmë me zotin Maltezi atëherë. Përshëndetje. Atëherë, të nderuar gazetarë, siç e pat që ishit aty, Taulant Balla u kap në të paktën 11 gënjeshtra. Pra nuk mjafton që ka bërë kallëzim të rrem, po vijoi në kallëzimin e tij të rrem, pati një moment ku nga që nuk ishte fakte, thotë i ka mësuar nga burimet mediatike, pra ku e bazon në media.
Dhe kjo ishte për gjuna që të shohësh se si deputeti përkeqësohet aq keq sa që në mungesë fakteve thotë i ka mësuar nga Medio Varikarlon. 11 gënjeshtrat e Taulantit e para. Tha prona ka qenë e shpronsuar. Është gënjeshtra komplet e Taulant Ballës, prona ka qenë e shpronsuar. Urdhëku keni dokumentin fletoren zyrtare që nuk ka qenë e shpronsuar dhe është gjuna që një deputet të gënjej. Së dyti, tha gënjeshtrën e dytë, procesi i kryer në 6 muaj. Siç u kap në gënjeshtër në mënyrë të vazhdueshme aty dhe që vetë kishte marrë dokumentat, procesi i kthimit pronës kishte zgjatur 12 vjet, nga 95 deri në 2007. Ndërsa procesi i privatizimit ka zgjatur 4 vjet, nga 2005 deri në 2009. Të gjitha këto, ky thot janë bërë për 6 muaj. Imagjinohet çfarë mashtruesi ordiner. Së treti, gënjeu tha prona ka qenë planin e përhapjes në 2007. Urdhëku keni këtu dokumentin, plani përhapjes i firmosur nga Alfred Mojsiu, nuk ka qenë as 2004. Pra kur gënjen për fakte publike kaq të rënda, do të thotë që është shumë keq, por duket që prokurorët e mbrojnë. Së katërti, gënjeu tha Maltezi ka pasur 144 metra katror. U pyet, i tha ke përdorur ndonjëherë makinë llogaritse, sepse i ke dorëzuar vetë që ka pasur 26.600 metra begeja. Bëj pjestimin, nuk të del kaq, po të del 3-4 fishi më tepër. Së pesti, gënjeu kur tha Maltezi ka marrë 5% nga pronarët. Ju ofrua mundësia të paraqisë dokumentin. Nuk ishte asnjë dokument, thjesht gënjeu tha e ka marrë nga burime mediatike. Së gjashti, gënjeu tha Maltezi ka marrë 60% të objekteve. Gënjeu ju ofrua përsëri mundësia të thoshte ku e bazon këtë që ka marrë 60%. Nuk ishte asgjë, e kam me dëgjuar. Së shtati, gënjeu dhe tha Maltezi ka bërë për një viti presion Ministrisë së Mbrojtjes. Ju ofrua i tha po mirë, cilit ka thënë? Më thuaj një, jo nga media e kam prap. Pra është një person që të vjen gjuna. Por kemi parasysh, kur ky thot procesi ka mbaruar për 6 muaj, si që ka presioni 1 vjet. Domethënë bie ndesh me e teta që ishte gjë shumë e bukur, e tha vetë, tha i kam lënë 10 detyra spakut për të bërë. Dhe me sa duket, prokurorët e nënshtruar politikisht i kanë zbatuar me rregull porositë e Taulant Ballës. Së nënti, u pyet për deklaratën e tij që ka dhënë publike, nuk na tret dheu pa futur Saliu Mbur. Nuk i dha përgjigje, vuri duart në kokë, mbylli, nuk i dha përgjigje. Së dhjeti, gënjeu tha nuk kam depozituar shkresa kur kam bërë deklaratën. U kap aty në gjyq që kishte dhënë disa shkresa të cilat as nuk i kishte lexuar dhe kishte angazhuar studio të tjera ligjore duke shkelur ligjin, donse është betuar për respektimin e ligjeve, duke i dhënë dhënat personale studio të tjera ligjore të kolegëve të tij. Së 11-ti tha sërish sot ndërtimet janë bërë me lejet Berishës. Ju ofrua mundësia që të shikonte ndrimet e destinacionit 2004, 2006, 2008 të Edi Ramës, bile dhe leja e ndërtimit e dhënë nga Edi Rama e 2007-ës. Por për këto bëri sikur nuk ekzistojnë, tha nuk kam qenë në dieni. Kështu që në 11 gënjeshtra, pra një kallëzim i Taulant Ballës, 11 gënjeshtra. A mund të jeti besueshëm kur një kallëzim ka 11 gënjeshtra, nuk ka 1-2. Ja u le vet juve ta gjykoni. Ju faleminderit. Zoti Maltezi, ju renditët 11 pretendimit tuaj që thonë janë gënjeshtra të dhënë nga Taulant Ballës. Ke qenë sa i bëri një dëshmi në detyr. Ju si pandehura do të depozitoni kallëzim penal ndaj zotit Balla në prokurori që prokuroria të hetojë këto pretendimet tuaja? Shumë faleminderit, e kam bërë 2 herë deri tani, 2 herë prokuroria e ka mbyllur çështjen për fat keq, por përsëri do t'i përsëris. Do kemi seancën tjetër ku neve do të bëjmë prapësimet të 2 palëve ndaj deklaratave Taulant Ballës, cilat pjesë nuk qëndrojnë. Kemi parasysh që disa nga ato bënin mu, që ishin gënjeshtra. Kto që tham unë nuk janë pretendime thjesht të mia, këto janë fakte. Pra, që nuk ka qenë në planin e përhapjes të thot dekreti presidentit, nuk ka pse të merret dëshmitari kur ke me shkrim me vull të presidentit, që nuk ka qenë e shpronsuar këtë thot fletoria zyrtare, dhe fletoria zyrtare s'pyet për opinionet e mia apo dikujt tjetër. Padyshim ne do e përsërisim sërish kallëzimin penal ndaj Taulant Ballës, natyrisht edhe ndaj Edi Ramës. Zoti Maltezi, kur e pyeti dëshmitarin çfarë cilësie kishte bërë kallëzimin, si qytetar apo në rolin e ish kreut i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku doni të dilit ju me këto pyetje të përsëritura?
çfarë doni të tregoni gjykatës dhe çfarë doni të kuptoni nga dëshmitari Balla? Atëherë, siç mund ta shikoni, edhe këtu ku e ka firmosur vetë, ka shënuar kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Edhe këtu kur Ministria e Mbrojtjes i jep dokumente, i jep gjithë dosjen, duke përfshirë dhe të dhëna personale që nuk janë të ndaluar me ligj me dhënë dikujt tjetër, thotë kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Pra çdo institucion është vënë në shërbim të kryetarit të Partisë Socialiste. Çfarë unë dua të them me këtë? E para që ka shkelur ligjin edhe të mbrojtjes të dhëna personale, por edhe që kjo e gjithë procesi është procesi stisur politik siç mund të dëshkohet. Të dyja janë bashkë, sepse dhe zoti Balla ka marrë këto dhëna personale e ka çuar studios ligjore të Elket Hysenit. Pra edhe zoti Balla e ka shkelur edhe këto institucione të cilat janë vendosur nën hyshmin e Taulant Ballës, jo me qef, po me detyrë se është partia mbi shtetin. I drejtuar prokurorisë dhe i ka depozituar këto të dhëna në prokurori. Ajo që më bën përshtypje, ndoshta unë kam qenë pa vëmendshme, nuk më rezulton që emri Elket Hyseni të jetë në listën e dëshmitarëve të kërkuar nga mbrojtja ose studio ligjore prej tij për të dhënë shpjegime se si është përfshirë kjo studio dhe si janë siguruar këto të dhëna. Atëherë, së pari, unë nuk e kam ngritur për veten time apo për personat familjes time. Nuk e ngrej fare këtë çështje. Por aty janë të dhëna numra personal të personave që s'kan asnjë lidhje. Të fisave të tjera, duke përfshirë jo vetëm Begeja, Bekteshi, Vaqari, Llagami, Ali Mehmeti, që gjithë që janë. Këto janë të dhëna personali. Ligji e ndalon. Tani këtu ligjin e kanë shkelur edhe institucionet shtetërore, sepse janë vënë në hyshmin e Taulant Ballës, po e ka shkelur edhe Taulant Balla duke ja vënë Elket Hysenit. Neve kemi këtë, në rast se ju mund ta shikoni, kemi HA Studio. E kemi nënvizuar që ky ka përdorur këtë studio për të gjitha. Fatkeqësisht, me sa ne kuptuam aty, fakti që Taulant Balla nuk tregonte dot asnjë dokument, asnjë provë, po thonte vetëm jam bazuar në vlerësimin tim dhe në burime mediatike gjatë gjithë kohës. Për fatkeq nuk tregoi dot një provë. Atëherë ne besojmë që ky thjesht ja ka nën kontraktuar studios Elket Hysenit që të bënte një vlerësim atë bënte një gjë për këto. Dhe kjo është e palishme. Normalisht as Taulant Balla nuk duhet kishte të drejtë të merrte dhënat personale të shtetasve, jo më t'ia binte në studiove të tjera në dispozicion. Zoti Maltezi, e preti që jetë dheu zotin Balla? Më falni? Nga sa e pat sot për Ballë, mendoni se do ta tresi që jetë dheu? Po unë them një sekond sa po. Po shpej çik me humor që për mua ai sot ngelim klasë, dëshmitari Balla ka ngel klasë për arsye sepse unë bëra dy pyetje të thjeshta. I thash, përse jam unë i akuzuar këtu? Dini gjë? Jo. S'di. Për çfarë jam? S'di. A jam për vjedhje të pronës publike? Pronës private? A jam për grup të strukturuar kriminal? A jam për çu? Jo, jo. Përgjigjet ishin jo. Atëherë pse më ka akuzuar? Edhe theve, dhe pyetja dytë i bëra një pyetje shumë të thjeshtë, edhe për tifozat e Partizanit, që do ta dinë që ai s'dite kush ka qenë Albert Xhani, s'di gjë. Kush ka qenë Paro Laçi, nuk e di. Atëherë dy pyetje thjeshta kuptojnë që sa serioz ka qenë sot si dëshmitar këtu. E kishte zënë demenca Taulant Balla. Për shumë arsye, unë mendoj që për mendimin tim sot ai ka në një formë përsëri humori që ai jo vetëm që ka ngel klasë, po ka marrë edhe notën 2. Po ai nuk dëshmoi se spordashë sot i Begeja. Me që ka lidhje me klubin Partizani, ka lidhje edhe me një çështje sensitive sportive. Kur ai përmend disa herë në lidhje me fushat e futbollit, sa fusha futbolli janë zaptu me lejen e kryeministit këto 30 vite. Klubi Partizani ishte çështja, pastaj ne nuk e privatizojmë thjesht pjesë nga shteti. Ne e morëm pronën tonë nga ai që kishte privatizuar përpara klubin sportiv Partizan. Zoti Begeja, në fakt zoti Balla ka bërë kallëzim penal, akuzën e ka ngritur prokuroria, kështu që normalisht është në cilësinë e dëshmitarit. A mund ta thuash ku gaboi sipas jush Taulant Balla dhe ku dështoi ai përballë gjykatës për të provuar pretendimet e tij? Problemi tek gjitha. Në raport Të gjitha, me lidhje me pronën deri ishte absurde. Me lidhje me pronën ju mundu të anashkalote dhe vetë aktakuzat, vetë do
ku pretendohesh të akti i shkresa e dokumentit themelor në lidhje që është prona e klubit e fushës aviacionit është e dëpshpërbyer, nuk ishte për familjen tonë, po ishte për një familje tjetër dhe këtu fillonte zanafira e kësaj. Pra nuk ishte për pronën tonë. Dhe aty të gjithë avokatët, të gjithë e pyetën disa herë dhe i thanë që ore kush është ky dokument? Dhe ai ngeli. Do që ky akt fillon në çështja e mos korrektësisë së tij në akt. Do në akt akuzën e tij kashinesh. Taulant Balla ka dhënë një premtim solemn në Kuvendin e Shqipërisë që nuk e tret dheu pa fut Berishën në burg. Këtë e ka thënë para gjithë kamerave, e ka thënë para gjithë gazetarëve. Qartazi i kishte dhënë 10 detyra prokurorëve politik që t'i ndiqnin. Qartazi prokurorët i kanë ndjekur, në disa prej tyre kanë gënjyer dhe prokurorët, por në rast se do prokurorët dhe gjyqtarët do janë shtetar, Taulant Ballën nuk do e zë dheu sepse do duhet përballet me kallëzimin e rrem. Janë 11 gënjeshtra që ka thënë në një kallëzim. 11 gënjeshtra nuk ka ku të shpëtoj fare. Ju faleminderit. Mirë, kjo ka qenë dhe komunikimi i zotit